Në ekspozitën Hidromeno, Shkodra, mbretëresha e arteve dhe artistët e Alpeve shqiptare e hapur së fundmi në Galerinë e Arteve Shkodër nga Galeria Kombëtare e Arteve në Tiranë, kanë tërhequr vëmendjen disa punime të Kol Hidromenos dhe Simon Rotës, të cilat ekspozoheshin për herë të parë. Vëmendja e publikut erdhi pasi këto vepra ishin zbuluar në fondin e Galerisë Kombëtare të Arteve, ku ishin ruajtur që prej viteve 50 të shekullit të kaluar, por pa emrin e autorëve. Bëhet fjalë kryesisht për portrete të cilat u nxorën nga arkivi, u restauruan dhe u identifikuan si vepra të Hidromenos dhe Rotës. Ky zbulim e shtyu Galerinë Kombëtare të Arteve të organizojë në Shkodër një bashkëbisedim kushtuar këtyre punimeve, ku mori pjesë edhe studiuesja e artit Suzana Varvarica. Drejtori i Galerisë Kombëtare të Arteve, Olsi Laska, u shpreh. Ishin të regjistruar si anonim, siç ja u thash dhe më parë, dhe tani është hera parë që publikohen me emër, me emërtimin Kol Hidromenos Simon Rota. Njëkohësisht edhe Zef Kolombi. Është një punë që është ndër vite. Kjo nuk është e kollajt. Ta quaj më e kollajta ka qenë Zef Kolombit, autoportreti, sepse gjatë restaurimit të pikturës Rrugë në Elbasan të Zef Kolombit, kur u vendos kjo pikturë, autoportreti ishte suporti asaj vepre. Ajo ishte kanavac e vendosur mbi këtë dhe kur shkëputën, doli poshtë autoportreti i Zef Kolombit. Është shumë e rëndësishme të shfrytëzojmë arkivën e galerisë dhe të hapim ekspozita me punime të tilla që nuk duhet të mbeten anonime. Prandaj është rëndësia e këtyre ekspozitave, sepse te ky rrugtim që bëm, jemi munduar të dalin vepra që u ekspozuan për herë të parë ose kishin vite pa u ekspozuar. Siç dolën edhe dy, nëse pa te salla Andej, e Kelko Dhelit edhe Qamil Prizren Grezdës, që dolën vepra dhe në pjesën e pasme, që nga autori ishin mbuluar, arsyet nuk i dim, por u përfituan dy vepra goxha të mira. Në këtë bashkëbisedim, përveç artistëve shkodran dhe ardashësve, morën pjesë edhe studentë të Degës së Arteve, të cilët shfaqën interes të veçantë për këto vepra dhe historinë e tyre.